antar të regjencës në vitet 1943-44, Lef Nosi dhe Patër Anton Harapi, si dhe kryeministri i asaj periudhe, Malik Bushati. Të tre, i nxorën në gjyqjen e lartë ushtarak në janar të vitit 1946 dhe i dënojnë me vdekje me pushkatim dhe i futin në gropën e përbashkët në kodrën e Priftit, eshtrat e të pushkatuarve të gjyqit special të Tiranës të vitit 1945. Cila forcë hyjnore mund të krijojë përsëri ata trupa të pafajshëm skeletor, lidhur me tela e pranga, kalbur në gropa të përbashkët adheu pa asnjë lloj adrese. Në vitet 1945-1948, nacionalizmi shqiptar kësoi persekutimin më barbar që ka njohur historia. Diktatura gjakatare komuniste dënoi intelektual, patriot dhe njerëz të shtresave të pasura. Diktatori Hoxha ngarkoi ministrin e brendshëm të atyre viteve, generalin Koçidzodze, për kryerjen e këtij misioni, i cili me anë të sigurimit të shtetit, policisë, prokurorisë dhe gjykatave ushtarake buri në zbatim direktivat e byros politike për asgjësimin e trurit të kombit shqiptar. Ishin ditë të frikshme e të paparashikueshme. Në këto rrethana, elementët kundërshtar nisën të grumbulloheshin dhe të reflektonin rreth këtij uzurpimi të dhunshëm të vetëdijes kolektive shqiptare. Pasqyra ishin zgjedhjet e dhjetorit të vitit 1945. Këto zgjedhje, edhe pse u monitoruan nga perëndimorët dhe kryesisht nga anglo-amerikanët, liria e tyre u mbyt në tamtame delirante të Partisë së Re Shtet, në terrorin policor dhe dënimet me ngut të të gjithë elementeve të dyshuar si opozitar komunist. Piketohen element nga fronti i rezistencës, legaliteti dhe nga grupimi social-demokrat. Këta ishin intelektual të ndershëm, që e donin ndryshe vendin e tyre e jo me thik pas agenturor jugoslav që dominonte udhëheqjen e re shqiptare. Emra të tillë si Sami Qeribashi, Qenan Dibra e Musine Kokalari, para intelektuale dhe politike që ju kundërvun diktaturës. Me ta u bashkuan edhe intelektual të tjerë si Suat Aslani dhe Baltazar Benuzi e shumë të tjerë. Një ndër më të sfikaturit opozitar ishte dhe intelektuali Gjergj Kokoshi, ish-ministër i arsimit me qeverinë e parë, që edhe pse ishte pjesë e luftës nacional çlirimtare, ishte deklaruar në Këshillin antifashist. Aty ku nuk ka pluralizëm, nuk ka demokraci. Në janar të vitit 1946, sigurimi i shtetit dhe strukturat të tjera të diktaturës shpërthejnë një valë të madhe arrestimesh në mbar vendin. Arrestohen me shpejtësi të gjithë antarët e Bashkimit Demokrat në Tiranë e rrethe dhe i nënshtrohen torturave më çnjerëzore në hetuesi, thjesht për faktin se kishin guxuar, sipas kushtetutës shqiptare, të dilnin në opozit me pushtetin, në themelët të cilit ishte dhuna dhe përjashtimi, mashtrimi dhe demagogjia në sistem. Gjykata e lartë ushtarake me kryetar Frederik Nosi, major, Veledin Hyseni, antar, kapiten i parë, Nexhat Hyseni, antar, kapiten i parë, i jep vendimin. Dënohen me pushkatim 9 veta. Sami Qeribashi, Qenan Dibra, Gjahit Koka, Mehmet Beshiri, Mahmut Meniku, Hilzi Gole, Shaban Balla, Ali Kavaja dhe Talat Drini.
dënohen me burgim të rënd. Musa Dizdari, Lazar Papapostoli e të tjerë. Pas largimit të misionit amerikan nga Shqipëria, sigurimi i shtetit, i orientuar nga direktivat e partisë nga lart, filloi me ngut hartimin e listave të individëve pro-amerikanë. Fillon kështu një akt tjetër mizor i dramës njerëzore me ndëshkimin e të ashtu quajturve sabotator të tharjes së kënetës së Maliqit. Anëtarët e këtij grupi, që përbëhej prej 16 vetësh, ishin inxhinier dhe kuadro të aftë, të përgatitur në shkollën amerikane të Harry Fulsit. Ata shiheshin me një frikë pathologjike si kundërshtar të regjimit komunist. Ishte një gjyq me skenar të përgatitur në imtësi qysh më parë, i cili u hap në fillim të nëntorit të vitit 1946. Dështimi gjoja i tharjes së kënetës së Maliqit ishte veç se preteksti dhe sfondi tragjik ku u luajt akti i turpit dhe ndëshkimit në jetët e intelektualëve të radhës. Gjykata e lartë ushtarake, e përbërë nga trupi gjykues me kryetar Gaço Floqi,